Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sot sërish së bashku, këtë herë në fakt me një rrëfim pak të çuditshëm, një rrëfim që isha në mëdyshje, a ta ndaj me ju apo mos ta ndaj. Të mos ta ndaja e dija që do të më bëjë këtë pikë në zemër, po ta ndaj e di që do të dëgjoni një të merë të papar. Vjera, tani se nga ku vjen kjo tradhti nuk e di. Unë kam sjell histori që nusja ka tradhuar djalin, po se të tradhton Vjera Vjerin, do me thënë, plaka plakun, këtë mendja s'ma kish marrë. Por ja që ndodh. Okej, nuk e paragjykoj, është çështje shihesh, do thënë çështje qefi, por gjithsesi dua ta ndaj me ju. Këtë rrëfimin e ka shkruar nusja, nga që është e tronditur nga ajo që ka parë. Nuk e di thot në cilin moment fillova të ndjeja se diçka nuk shkonte. Ndoshta ishte mënyra se si Vjera ime shmangte sytë e mi. Ose mënyra se si Vjeri sillet rreth saj. Jo si burr që ka kaluar një jetë të tërë, më falni, me të shoqen, por si një njeri që brenda ti fshet diçka. Në atë shtëpi thot, gjithçka dukej normale, por normaliteti ishte vetëm një perde e hollë. Unë isha nusja e re, e ardhur me ëndra, me durim, me dëshirën për të bërë mirë. Më kishin mësuar të respektoj, të mos pyes shumë, të mos futem në punët e të mëdhenjve. Çfarë edukat? Dhe unë e bëra thot këtë. Derisa e vërteta vendosi të më dalë përpara vet. Atë ditë gjithçka dukej e zakonshme. Dielli hynte nga dritarja e korridorit, shtëpia ishte e qetë dhe unë rregulloja disa rroba. Vjera më kishte thënë se do të dilte. Burri im nuk ishte në shtëpi, ishte një nga ato pasditet ku heshtja të bën të mendosh më shumë se sa duhet. Kur kalova pranë dhomës së saj, dëgjova një zë. Jo zërin e saj të zakonshëm, ishte zë më i ulët, më i ngrohtë, më i afërt. Do me thënë ka dëgjuar, e kuptoni vetë. Unë dala thot pa dashje. Trupi im reagoi para mendjes. Zemra më rau fort, sikur po më thoshte mos vazhdo, më thënë mos hyr brenda se të shofësh më. Po kureshtja dhe ndjenja e çuditshme më shtyn përpara. Realisht ne jemi njerëz shumë kureshtare dhe të shohim dhe kur shohim pastaj dera nuk ishte e mbyllur plotësisht. Aty thot e pash. Vjera ime nuk ishte vetëm, nuk ishte me burrin e saj, thot, por ishte me dashnorin. Një burr që nuk duhej të ishte aty. Një burr që nuk i përkiste asaj shtëpie, asaj familje, as asaj jete që ajo pretendonte se jetonte. Ata nuk më pan, thot me një herë. Ishin aq të zhytur në botën e tyre, do të thënë aq shumë e kanë shijuar, sa për një moment mu duk sikur unë isha ajo që kisha hyrë gabimisht në një realitet tjetër. Pastaj Vjera ime i hapi syt nga akti, ka qenë duke kryer marrëdhënie intime, do të thënë me atë zotriun. I ka ngrit syt, i ka hap se i ka pas të mbyllur. Edhe janë ndeshur thot me sytë e mi. Do të thënë atëre Vjera e ka parë te dera se kush është.
Ajo e shkreta, thot, u zbart në fytyr. Ai thot se do me thënë, tani kjo sikur e shpjegon, ai se ka parë më njerë se ka qenë duke bërë aktin, kur është kthyer ai, se ajo ka mpirë, do me thënë, tani po imagjinoj skenën, edhe ky është kthyer i tronditur, ky buri. Nusja thot, unë nuk fola, as nuk bërtita, po thot as edhe nuk qava, do me thënë është mpirë kjo. Thjesht qëndrova aty, thot, e ngrime, duke kuptuar se çdo gjë që besoja për atë shtëpi ishte një gënjeshtër në mendjen time. U largova, thot, ngadalë. Çdo hap më dukej i rënd. Në dhomën time, thot, u ula në shtrat, edhe ndjeva, thot, sikur po më mbyste kjo pjesa këtu e kraharorit. Nuk ishte, thot, thjesht rënditje. Ishte një ndjenjë turpi që nuk ishte imja, por që po më rëndonte shpirtërisht mua. Mendja ime, thot, punonte pa pushim. Pyesja, thot, veten, sa kohë ka, thot, që ka ndodhur kjo gjëja? A e di vjeri? A e di buri? A jam unë e vetmja që jetoj në këtë errësirë? Në këto mendime, do me thënë, vjen Vjera dhe troket në derë. Zëri i saj ka qenë i thyer, sepse është ndjerë fajtore. E ka thirr emrin e nuses. Më lutej, thot, që të flisnim. Unë, thot, nuk ja hapa derën. Sepse në atë moment nuk e shihja më si Vjerën, por e shihja si një grua që kishte ndërtuar një jetë të dyfisht dhe më kishte futur pa më pyetur në mes të saj. Ditët që pasuan, thot, ishin të rënda. Ajo sillej sikur asgjë nuk të kishte ndodhur. Unë përkundrazi, thot, e shihja çdo gjë ndryshe, çdo fjalë e saj më dukej e rreme, çdo buzëqeshje më dukej një maskë. Dashnori nuk u pa, më thot, në atë shtëpi, por ndjesia e tij, prania, ndjehej kudo. Në heshtje, në shikime të shmangura, në tensionin që e mbushte ajrin. Dhe unë isha ajo që e mbaja sekretin. Nata më gjeti pa gjumë. Shikoja tavanin edhe mendoja për jetën time. A ishte kjo familja ku unë do të rrisja fëmijët? A ishte ky ambienti ku do të plakesha me gënjeshtra, me tradhti, me heshtje të imponuar? Më e vështira ishte të shikoja burin tim në sy. Ai fliste për prindërit e tij me aq respekt, me aq krenari, thonte s'ka si nëna ime në këtë botë. Dhe unë baja brënda një të vërtet që mund të shkatronte botën. Por e vërteta ka pesha. Edhe kur e mbam vetëm, ajo të shtyp. Unë nuk jam më e njëjta nuse që hyri në atë shtëpinë me shpresa. Tani jam një grua që e di se pas dyerve të mbyllura, fshihen histori që askush nuk do t'i tregoj. Dhe ndonjëherë zbulimi i tyre nuk të bën më të fortë, por të bën më të vetëdijshme. Kjo është historia që në fakt kjo zonjë ka shkruar, e ndjet shumë e thyer nga veprimi i Vjerës. Uroj me zemër që kjo Vjera ta kupton, të mos e bën më të njëjtin gabim, edhe pse unë them që ajo është çështje e shpirti dhe kur shpirti e kërkon, mosha problem për ta ndalu. Jepni mendimin tuaj në koment, nëse do kishit një Vjerë të këtillë, çfarë do të kishit bërë.